Aq më shumë nuk i di cili qytetari i Kosovës, cili shqiptari i Kosovës kur e sheh flamurin e Serbisë dhe barkodin 800 me shku me kapat produkte me vendos shportën e konsumit, për mua është e papranueshme. Në këtë mënyrë ne mund me dhënë kontributin patriotik si qytetar. Shumë konkurrent dalin nga njëherë produktet e importuara sesa këta vendorët. Edhe tjetër është më rënda që qendrat tregtare i ekspozojnë më shumë produktet e importuara. Që në fakt prodhimin vendor e anashkalojnë, me në mënyrë e injorojnë që përderisa ti si market, si qendër tregtare që vepron në një shtet, që këtu e ke hapë si biznes dhe ti e injoron prodhimin vendor, çka pret do thot nëse Kosova tenton të ketë eksport jashtë. Vetëm mund ta merrem me mend që në cilin do shtet tjetër kjo çështje është këtë ndryshe. Edhe është i vetëdijsuar aty edhe konsumatori, edhe marketi dhe secili që e ka primare prodhimin vendor, por unë vlerësoj që këtu ka mungesë të vetëdijsimit dhe të edukimit, sepse unë edhe si qytetar me fol veten e parë që askush nuk na ngarkon në atë aspektin diplomatik si shtet nëse ne si qytetar blejmë prodhim vendor dhe janë shkalojmë produktet e importuara ose produktet e një shteti të caktuar, siç është rasti i Serbisë, e cila e ka nosur Republikën e Kosovës e atakon në mënyrë diplomatike, besa edhe në mënyrë drejt për drejt, do thotë pse ta blejmë do thotë një produkt, aq më shumë nuk i di cili qytetari i Kosovës, cili shqiptari i Kosovës kur e sheh flamurin e Serbisë dhe barkodin 800 me shku me kapat produkte me vendos shportën e konsumit, për mua është e papranueshme. Në këtë mënyrë ne mund me dhënë kontributin patriotik si qytetar. Po vret pak a shumë nëpër marketet që ka ra kështu. Po ka nënca dhe është, si më thoni, një dozë shpresë dhe kjo është për të përgëzuar, por që a do të më shumë, po do të edhe më shumë që sepse në ekonomi tregut është një diçka që një produkt i cili në qëndron do thotë në ato fare si quhen arafta, fisinga, si më thon atyne, në termet e tyre nuk po më me ditë si quhen, por që momentin që ekspozohet brenda 3 muaj nuk kalon, nuk e blen askush, detyrimisht ai komo të rreg vet. Sepse nuk e përballon do thotë tregu, sepse edhe qendra tregtare nuk e bën. Por po gjen teren, unë mendoj që është e papranueshme, është skandaloze kur një prind deklarohet që thot një fëmijë ose fëmia e tij beb një vet ose një vet i gjys 2 zakonisht që ju shqen do thot me këto plazma ose diçka, thot nuk janë këto tjerat. Për mua është ai mundet me fol ton ditën, por për logjikën time është e papranueshme, sepse ai edhe nga ana e mjekësisë nuk e ka çat vedi që ai me bë dallimin. E kështu që unë vlerësoj që kjo është ndjenja inferioriteti, gjëja se Serbia ka industri më të mirë, po që për marrëm si shembull të pas ka industri më të mirë se Kosova, po nuk ka industri më të mirë se Gjermania, se Turqia, se Italia, edhe se sa vetë Kroacia, Matutja, Austria ose ku ta diun Zvicra. Por që unë vlerësoj kjo don ende vetëdijsim, por që qeveritë e Kosovës deri në kohë caktuar i dim ne që kanë qenë jo stabile, kjo fundit ke stabile, po kjo më shumë ka luajtur një rol të investigimit se sa të politikave ekonomike.